Mirëmbrëma. Luftrat po hynë në një fazë të re për shkallëzimi, ku dronët, raketat dhe goditet në thellësi po përcaktojnë fatin e betejës. SBA dhe Irani po zgjerojnë konfliktin në gjithë rajonit, ndërsa Rusia dhe Ukraina po godasin gjithnjë më fort territorin e njëra tjetrës. Apo afrohet një pikë these, apo bota po përballet me dy luftra të gjata konsumimi. Për këto dhe të tjera do të flasim sonte në mbrëmje me të ftuarin profesorin Samin Eziri. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Profesor, nisim direkte me konfliktin Iran-SBA, pasi duket se është dhe ai më aktivi në ditët e fundit, gati 2 javë bombardime nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me intensitet jashtëzakonisht shumë të lartë në infrastrukturën ushtarake iraniane. Por këto sulme në të vërtetë sa kanë dëmtuar Iranin dhe po ja heqin ato aftësitë Iranit për përballuar një luftë ajrore? Kjo duhet parë në këndvështrim më të gjerë. Irani është një shtet që ka punuar me vite për kapacitetet ushtarake, ka përdorur një strategji shpërndarje, pra ka krijuar mjaft stoqe, mjaft rezerva në armatimet e saj, i ka shpërndarë në gjithë territorin, ka pika komandim kontrollit të shpërndara gjithashtu, ka udhëzime për të vepruar njësi të veçanta dhe nëse shkputet drejtimi qendror, kështu që nuk mund të thuhet që me një goditje të asgjësohen ose të shterohen kapacitetet që ka Irani. Kjo do të varet edhe nga tempi, nga tempi i goditjeve, ose intensiteti i goditjeve të Shtetet e Bashkuara. Pra nëse do kemi një goditje intensive, e kombinuar dhe me blokadën, natyrisht që do ta vë në pozitë shumë të vështirë nga ana ekonomike. Këto 2 javë bombardime quhen intensive apo Këto quhen intensive. Janë intensive. Këto quhen intensive. Nëse do vazhdoj kështu, atëherë me shumë gjasa, Irani mund të ketë rezerva për disa javë ose disa muaj. Pra nëse vazhdohet me këtë intensitet dhe nëse Irani përgjigjet me të njëjtin intensitet. Për sa? Disa javë deri në disa muaj. Me fjalë, ky është një vlerësim i përafërt sepse është vështirë dhe nuk ka të dhëna të sakta për rezervat që posedon. Por nëse bie ritmi, dhe kjo është e lidhur dhe me financimin që ka kërkuar dhe Shtetet e Bashkuara nga Kongresi, pikërisht për të ruajtur intensitetin e goditjeve, atëherë kjo kohë mund të jetë edhe më e gjatë. Kështu që mund të parashikohet që Irani mund të dobësohet gradualisht, mund t'i shterojnë rezervat gradualisht kapacitetet ushtarake, por nuk mund të pritet që ato të shterojnë me njëherë. Po, sepse është thënë vazhdimisht faktikisht edhe ku u ndëpre luftimet që ishte armpushimi, Irani po përdorte gjithkohën për të rivitalizuar dhe për të rivënë në funksion një pjesë të arsenalit të tij të bllokuar si në tunele, por edhe dhe infrastrukturën prodhuese. Dhe marrjen e pjesëve të këmbimit e gjithë të gjërat. Është e varur, janë shumë faktorë që ndikojnë. Dhe profesor, apo përdor Irani bllokimin e ngushticës së Hormuzit, e cila është dhe në bllokat navale nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por në anën tjetër Irani ka aktivizuar një nga proksit e tij, ndoshta edhe proksi i vetëm që i ka ngelur aktualisht Irani, aktiv, Huthit në Liban, duke bërë të goditje në disa anijeve saudite në pikërisht në ngushticën e Bab el Mandeb. Apo tenton Irani ta kthejë këtë në një krizë energjetike gjithë luftën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shiko, këto janë të dy këto pika, janë pika strategjike në fakt për energjinë globale. Sepse vetëm aty kalojnë dhe kalon një sasi shumë e madhe e energjisë tregtisë globale të energjisë. Dhe Irani ka patur një strategji konstante për t'i mbajtur lart tensionet në të dyja këto. Për shkaktuar qoftë pasoja ekonomike, por edhe politiket e kundërshtarëve të vet. Pra, ka qenë një politikë dhe strategji konstante e ndjekur nga ajo, por nuk mund të vazhdoj për një kohë gjatë natyrisht. Pra nuk mund ta bllokoj përfundimisht sepse do dëmton në radhë parë veten, por edhe partnerët e saj, ato pak partnerë që i kanë mbetur.
Për shembull, një nga ato është Kina, që preket më herë. Kështu që nuk besoj se do ta bllokojë përfundimisht, do jetë selektive. Do jetë një goditje selektive. Selektivisht edhe për Hormuzin. Po, e njëjta taktik mund të jetë. Dhe është e saktë ajo që Houthit janë aktualisht kanë patur një marrëveshje, natyrisht me ndërmjetësimin gjithnjë të këtyre aktorëve që janë në rajonin e lindjes mesme, Omani, Katari, këto kanë qenë gjithmonë, kanë luajtur, kanë mbajtur një profil të ulët, por gjithmonë kanë negociuar, kanë qenë ndërmjetës. Dhe ka patur një marrëveshje armëpushimi mes atyre, pra jo një takim i drejtpërdrejtë, gjithnjë nëpërmjet ndërmjetësve dhe Shtetet e Bashkuara për të qëndruar inaktiv. Dhe me sa duket tani, edhe me dobësimin e Hizbullahut, sepse Hizbullahu me sa duket po shkon drejt likuidimit total nga Izraeli, Irani tani duket e ka kuptuar dhe nuk do që ta aktivizojë më, do që ta ruajë pakta gjendje që ka. Dhe ka reaktivizuar Houthit. Kuptoj. Profesor, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës si objektiv deri më tani dihet që kanë pasur bazë ushtarake, infrastrukturën ushtarake në tërësi, mund të themi, ato industriale, por dhe bazat dhe ushtarët. Por nëse kalon në goditje të infrastrukturës civile, pra të urave, centraleve të energjisë, pra infrastrukturën kritike, mund të bënte kjo një përshkallëzim të konfliktit dhe mund të përfshinte kështu gjithë rajonin? Po, unë mendoj që kjo do ishte një përshkallëzim. Dhe do kishte pasoja, mbas është vështirë për t'i parashikuar. Irani do përgjigjej në mënyrë të njëjtë, do godiste vendet e gjirit, sepse Shtetet e Bashkuara natyrisht është jashtë rrezës armëve të saj. Po mund të tentonte të godiste për shembull grup luftimet amerikane, aeroplan mbajtës? Mund tentoj për t'i goditur, por nuk është e lehtë për t'i goditur. Sigurisht. Por ajo që do dëmtonte infrastrukturën civile të vendeve aleate të Shtetet e Bashkuara në rajon. Dhe kjo do ishte me pasoja jo vetëm për rajonin, por do ishte me pasoja globale, sepse atëherë do kishim dëmtime të infrastrukturës, e para që mund sulmohet mund të ishte infrastruktura e energjisë, e naftës. Dhe ajo do kishte pasoja globale për sa i në ekonominë botërore. Kështu që ky do ishte një përshkallëzim i rrezikshëm, natyrisht që të dy palët, po të shohim edhe Shtetet e Bashkuara edhe Teherani, janë treguar të kujdesshëm për të mos e kaluar këtë prag, sepse pastaj çdo gjë pastaj mund dalë jashtë kontrollit. Dhe Irani mund të aktivizojë të gjithë ato që i kanë mbetur, pra mund të aktivizojë të gjithë organizatat e saj proxy, mund të aktivizojë celulat e saj kudo ku i ka. Natyrisht ka edhe celulat fsheta. Ka edhe celula terroriste. Po, terroriste, për këtë e kisha fjalën. Mund të aktivizojë në gjithë, jo vetëm në rajonin, po atëherë në gjithë NATO vende ku ajo i konsideron kundërshtar. Kështu që natyrisht ky do ishte një përshkallëzim i rrezikshëm. Profesor, dhe për të ndruar pak temën e konfliktit, jo të luftës, por thjesht konfliktit, kalim nga lindja mesme në Europë, aty ku prej gati 5 vitesh Rusia dhe Ukraina vazhdojnë luftën e tyre dhe duket që do e kapin vitin e 5, në mos edhe do zgjas edhe më shumë kjo luftë. Po, a tregon se ngadalësimi i avancimit rus tregon që Rusia po humbë iniciativën për të sulmuar në Ukrainë, apo nga ana tjetër Rusia po përgatitet për një ofensiv të re në Donetsk? Ka patur zëra, ka patur edhe deklarata në fakt, edhe zyrtare dhe nga presidenti Zelenski, që mund të pritet një sulm nga veriu. Mund vite nga Bielorusia? Jo, nuk besoj, jo nga Bielorusia, nuk është përmendur, por Bielorusia përfundimisht e ka kuptuar që nuk mund të krijojë më hapësira Rusisë për të sulmuar nga territori i saj Ukrainën, për arsye se Ukraina tashmë është afër për ta goditur Bielorusin. Pra nuk është më viti 2021 dhe këtë treguan edhe fikja e përforcuesve të sinjalet të dronëve nga Ukraina. Por bëhet fjalë nga kufiri i Rusisë në pjesën veriore.
por është e vërtet që Rusia e ka humbur iniciativen, është ngadalësuar shumë përparimi i saj, është me shumë kosto njerëzore, llogaritën paktën 5.000-6.000 të vrarë çdo javë, pra është një kosto shumë e madhe. Kjo vjen edhe për pasojë të përdorimit të teknologjisë nga ana e Ukrainës, por edhe rekrutëve të papërgatitur që rekrutohen me shpejtësi, pra Rusia nuk arrin që të rekrutojë sa duhet për të mbuluar humbjet dhe detyrohet që ti dërgoj me përgatitje minimale në front dhe kjo rezulton pastaj në humbje, sepse një ushtar i papërgatitur natyrisht është më i rrezikuar për të asgjësuar. Kështu që në planin strategjik, natyrisht ajo avancon për shumë ngadalë. Duket pak, profesor, si ajo periudha e luftës botërore, ndryshojnë për masat e konfliktit sigurisht se ka qenë një ushtri gjermanik që shumë e madhe se ajo Ukraina se të tjerë. Por Rusia përsëri kishe pak më ngadalë, kishe shumë humbje në front, por arrinte t'i zvendësonte me shpejtësi. Apo kohët kanë ndryshuar tani? Kanë ndryshuar kohët, sepse në Rusi tani e kanë kuptuar pothuajse të gjithë, madje edhe bashkëpunëtorët më të afërt, edhe oligarkët e Rusisë e kanë kuptuar që tashme kjo politikë është e gabuar dhe Rusia po dëmtohet nga gjitha pikpamjet ushtarake, ekonomike, financiare, është izoluar dhe tani po të kemi parasysh që Bashkimi Sovjetik në luftën e dytë botërore pati një temp shumë të lartë mësymi, arriti deri në Berlin. Pra më pak kohë se sa ka zgjatur kjo luftë, ndërsa tani ka ecur vetëm pak kilometra për 3 vjet shkojnë në Berlin, për 4 vjet me fjalë, e po viti 5, kështu që natyrisht që ka ngecur në një luftë konsumimi që është thjesht konsumon njerëz, konsumon financa, konsumon ekonominë dhe ka izoluar nga gjitha anët. Kështu që, por sulmi nga veriu në perceptimin tim në terma fatshkurtër është i pamundur, sepse nuk ka kapacitetet të tilla akoma. Nuk arrin të rekrutoj mjaftueshëm ushtar për të mbuluar humbjet, jo më të krijoj një forcë të re për të sulmuar nga një drejtim i ri. Kjo do ta vinte natyrisht në pozitë vështirë Ukrainës, sepse do të rrojë të shpërndante forcat aktuale që ka në front, por në periudha fatshkurtër kjo duket e pamundur. Nuk ekziston për shembull një mundësi e marrjes në një nga armatave që ndodhen në lindje të Rusisë dhe për ta spostuar, apo do lindte krahun lindor të zbuluar? Shiko, Rusia ka përdorur pikërisht armatën e lindjes kur ka sulmuar Ukrainën. Pra po të kemi parasysh fillimin e konfliktit, vizitën e Putin në Kinë ishte pikërisht për të siguruar krahun lindor. Pra, ne nuk dim çfarë është folur saktësisht. Ka patur nota pozitive kur ka ndalë parashtypjet, por kjo lëvizje tregon që thjesht ka dashur të sigurohet krahun lindor dhe është përdorur pikërisht armata e lindjes, sepse armata e perëndimit nuk mund ta përdorte. Armata e perëndimit është statike gjithmonë kundër forcave të NATO-s. Pra është si thua një parapregatitje që nga koha e luftës ftohtë. Kështu që ajo armatë është përdorur. Kështu që përdorimi i armatës perëndimit do ta linte Rusin pas një lloj mburoje pastaj. Shumë interesante. Profesor, po a mundet Ukraina përmes këtyre goditjeve të thella që është duke bërë në Rusi të spostoj luftën e konsumimit drejt Rusisë? Ukraina ka arritur në 2 vitet e fundit ta zhvendos luftën edhe në territorin e Rusisë. Kjo është një arritje shumë e madhe. Unë besoj që kjo është thjesht është një trend i kohës që luftat e sotme nuk zhvillohen thjesht në front. Pra, si zhvilloheshin dikur, që kishte një front dhe atje bëhej lufta, në thellësi thjesht mund të kishte në bombardim, në inkursion aviacioni, por në luftën moderne, gjithë hapësira e vendit kundërshtar është objekt goditje.
Dhe natyrisht kjo e ka ndryshuar çdo gjë. Por nga ana tjetër kemi parasysh që pavarësisht se Ukraina godet gjithë territorin e Rusisë, Rusia është një territor shumë i madh, ka infrastrukturë të madhe, ka burime dhe nuk është shumë e lehtë që vetëm ky faktor të ndikojë në pikën e kthesës. Pra natyrisht kjo është pjesë e gjithë dinamikës që zhvillohet, pra qoftë në front, qoftë veprimet nga bota perëndimore, sanksionet, gjitha këto. Por e vetme ajo natyrisht nuk e bën pikën e kthesës. Profesor, tani duke pasur parasysh sulmet e fundit të javës shkuar si nga ana e Rusisë, por dhe nga ana e Ukrainës. Ukraina lëshoi një nga sulmet më të mëdha me 400 dronë drejt Moskës dhe rrethinave të saj, ndërkohë nga ana tjetër Rusia përdori 41 raketa balistike dhe mbi 125 dronë kamikaz. Dim që Ukraina për hir të vërtetë është çik një vështirësi për sa i përket interceptimit të raketave balistike për shkak të mungesës së sistemeve Patriot, por shkojmë drejt një lufte të re, pra një faze tjetër për shkallëzimin strategjik, kush do të rezistonte më shumë në kohë nëse këto luftime do të vazhdonin në këtë formë? Po, kjo luftë ka kohë që mund të quhet në termin në anglisht, luftë konsumimi, e fjalë attrition of war është luftë që konsumimi, si lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore, lufta që luftoheshin njeriu me njeriu, në fjalë në distancë të afërt. Në distancë të afërt. Sot thjesht ka ndryshuar teknologjia, janë dronët që vendosin dhe municionet inteligjente, dhe krijimi i zonave kill zones, pra që janë shumë të gjëra, në fakt, këto kanë rritur pikërisht këtë shkallën e humbjeve. Por natyrisht që goditjet e ndërsjella, pra thamë që Ukraina është sukses i saj, ka arritur të godas tashmë në gjithë territorin e Rusisë, pra nuk ka objektiv në Rusi që nuk kapet. Kjo ka bërë që Rusia të rishpërndaj kapacitetet e mbrojtjes kundërajrore, duke dobësuar frontin, pra është një element tjetër ky, por më shumë këto goditjet kanë qenë hakmarrëse ndaj njëra tjetrës. Po të shikojmë, Ukraina ndërmori para se Rusia të bënte atë sulmin e kombinuar mbi Kiev, ndërmori sulm me dronë, një sulm shumë masiv me dronë, ndaj objektiva kryesisht në Moskë, ishin infrastrukturë ushtarake, dhe ishte kundërpërgjigje në fakt. Kjo nuk është se nuk e vendos fatin e luftës në fakt kjo. Thjesht e intensifikon më shumë, e vën pozita më të vështira, krijon humbje jo vetëm ushtarake, por krijon edhe humbje edhe në ekonomi, në financa, në civil, në infrastrukturë. Kështu që problemi me Ukrainën është që është vënë në vështirësi për mbrojtje kundërajrore. Sepse hapja e një fronti tjetër lufte në lindjen e mesme ka bërë që rezervat të vinë duke kërkesa të rritet për raketa dhe është një njëjta industri që prodhon me atë kapacitet që dihet. Dhe gjëja pozitive është që në ajo që u deklarua në samitin e Turqisë, që Shtetet e Bashkuara dhanë licencën në Ukrainës për të prodhuar raketat Patriot. Dhe kjo do ta si të thuash, do ta çlironte edhe nga mungesa. Megjithatë do kohën e vet duhet thënë se nuk është. Natyrisht që do kohë nuk mund të fillohet me një herë, por besohet që deri nga fundi i vitit mund të vihet në eficiencë. Natyrisht edhe me ndihmën e partnerëve, sepse nuk është një nismë thjesht, është shumë e komplikuar. Profesor, dhe një pyetje të fundit. Sa fundmi presidenti Zelenski ka bërë ndryshime si në kabinetin qeveritar, por më e rëndësishme është që ka bërë ndryshime dhe në strukturën ushtarake, pra në shtabin e përgjithshëm, është komanduar një general i ri, quhet
Drapati është generali që është vënë në krye të ushtrisë ruse dhe apritet ketë një strategji ndryshe, pra për krahë në përballje me Rusisë do ketë më shumë ofensiva, apo Ukraina do vazhdoj të qëndrojë pikërisht aty ku është në linjat defensive të saj? Fillimisht, për të sqaruar, ka patur një krizë të vogël në sektorin e mbrojtjes. Pra ka patur një krizë leadershipi, le të themi, mes ministrit të mbrojtjes, Fedorov, edhe ish komandantit të forcat të Ukrainës, komandantit përgjithshëm të forcat të Ukrainës, Sirski. Kjo ka qenë më tepër, nuk ka qenë një konflikt, si të thuash, egoizmi apo për interesa, është thjesht një përplasje shkollash dhe stilesh leadershipi. Sirski i përket një gjenerate oficerësh të trajnuar, të arsimuar në kohën e Bashkimit Sovjetik, janë tradicional, pra është leadershipi tradicional. Natyrisht që ai është mban titullin më të lartë, heroi i Ukrainës. Ai ka drejtuar mbrojtjen e Kievit në fillim të agresionit rus, pastaj ka udhëhequr me shumë sukses kundër ofensivën e Kharkivit, pra është një nga oficerët e shquar, le të themi, por stili i tij leadershipit është më i ngurtë, nuk është shumë fleksibël. Është tradicional, nuk është i fokusuar më shumë në përqendrimin e kompetencave në një dorë dhe jo shumë fleksibilitet tek varësit. Ndërkohë që ministri Fedorov i përket një gjenerate të re dhe ai kërkonte më shumë futjen e teknologjisë në luftë me qëllim që të kursehen sa më shumë jetë njerëzish nga trupat ukrainase, dhe ky ishte konflikti. Dhe në këtë mes u ndodh presidenti që duhet ta zgjidhte, presidenti Zelenski. Largoi fillimisht ministrin. Kjo shkaktoi protesta sepse ai kishte popularitet dhe shkaktoi protesta në Kiev. Dhe natyrisht që presidenti Zelenski e mori me shumë seriozitet zgjidhjen e këtij problemi, doli më herë në publik, u shpreh që unë nuk mbaj anë, thjesht duhet të zgjidhim një problem që ka lindur, pra njëri duhet lëvizte. Dhe kjo ishte edhe arsyeja pastaj që u konsultuan me gjithë generalet dhe u zgjodh pikërisht Drapati. Edhe ky është një nga oficerët që i përket brezit të ri, është i arsimuar, pra është gjenerate e re oficerëve, është i arsimuar pas viteve 90, pra pas shkputjes nga Bashkimi Sovjetik. I përket leadershipit modern, pra është fleksibël, i lejon fleksibilitet, nuk e centralizon çdo gjë në dorën e vet, pra u jep edhe kompetenca dhe varësve, dhe është i prirur për të futur teknologjinë. Pra është pikërisht leadershipi që kërkohet në këtë moment. Dhe unë besoj që nuk pritet që do ketë ndryshime drastike për sa i përket ofensivës, kalimit në ofensiv, sepse kalimi në ofensiv do të thotë kesh trupa dhe kapacitete. Ukraina këto si ka. Dhe ky është problemi. Por unë besoj që do ketë një integrim më të madh të teknologjisë në luftime dhe një përshtatje të luftës moderne, pra të tyre kushteve që janë krijuar sot. Kjo është arsyeja. Pra duhet kuptuar që të dy këto kanë meritet e tyre, thjesht është përplasje stilesh leadershipi, të dy kanë bërë punën e tyre në kohën e duhur, kanë qenë njerëzit e duhur për momentin, dhe tani në këtë moment duhet pikërisht ky lloj leadershipi. Faleminderit profesor për kohën. Bashkë kthehemi pas publicitetit për pjesën e dytë.